këtë 10 vite jetë, çfarë emri do t'i vinit jetës tuaj? E ka vetë emrin, jetë. Po brenda saj, pastaj hapen shumë linja, mënyra se si është jetuar, çfarë është bërë, çfarë është arritur, çfarë është humbur, çfarë mbetet në pendes, dhe ka në gjë që më bën krenar. Ka shumë gjëra që t'ju bëjnë krenar dhe shumë gjëra që ju kanë mbetur peng në jetën tuaj pa bërë? Po, fakt është që pjesa më vitale e jetës ka qenë në një sistem që nuk kam qef të bëj temë, por që nuk arrita do të shpërfaqe dhe çfarë kisha nga brenda. Mëtej pastaj në gjendjen e profesionit nuk arrita të bëj atë që duaj, sepse ky profesion është i lidhur shumë me moshën, të jep shumë gjëra, po të merr kryesorën, të merr rinin.